Një situatë e rrezikshme është regjistruar në rrugën e Rinasit rreth 300 metra pranë mbikalimit ku një person ka shkaktuar panik mes kalimtarëve. Sipas informacionit të siguruar nga një dëshmitar, autori fillimisht ka përplasur 4 automjete në zonë dhe më pas ka dalë nga mjeti duke kërcënuar dhe ndjekur qytetarët me një hanxhar në dorë. Në vendngjarje, në mënyrë të rastësishme, ndodheshin 3 efektiv të forcave të armatosura, të cilët dyshohet se janë pjesë e strukturave speciale të marinës. Ata kanë reaguar menjëherë duke ndërhyrë për neutralizimin e personit. I kanë marrë armën e ftohtë dhe i kanë vendosur prangat, duke e mbajtur nën kontroll deri në mbritjen e policisë së shtetit. Më pas, shërbimet e policisë kanë bërë shoqërimin e tij në komisariat për veprimet të mëtejshme e procedurale. Fal ndërhyrjes së shpejtë e efektivëve, është shmangur një ngjarje më e rëndë, ndërsa fatmirësisht nuk raportohen persona të lënduar nga incidenti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.